Shkolla Gjelbërt është e para dhe e vetme e këtij modeli në Kosovë, andaj kam kënaqësinë të ftoj përfaqësues të qeverisë, ministrive përkatëse, komunave, shoqërisë civile, gazetarëve dhe bizneseve të aplikojnë për të bërë pjesë e gjeneratës së tretë të shkollës Gjelbërt që organizohet në qendrën Green Action Space, program i pandashëm i Institutit Reinvest. Kjo shkollë do të zgjas prafërsisht 2 muaj e gjysmë, duke filluar me një punëtori iniciale 2 ditore që do të mbahet në Durrës, ku do të ligjërojnë ekspert nga Kosova dhe Shqipëria. Në këtë punëtori është menduar që vijuesit të marrin informacione bazike për agjendën e Gjelbër evropiane, si dhe iniciativat rajonale e globale që sillen këtë paradigmë zhvillimore në spikom. Personalisht mund të them se kam përfituar shumë nga njëritë që kam marrë gjatë muajve të vijimit të shkollës. Gjithçka dukej perfekte. Ligjëruesit, temat e përzgjedhura të programit të shkollës dhe veçanërisht mundësia që në punëtorinë e dytë që ishte organizuar në Durrës të debatojmë në mes nesh për çështjet më të rëndësishme të agjendës së Gjelbërt për Kosovën, siç janë e ardhmja e çmyrit në Kosovë dhe tema tjera të ngjashme. Mendoj se ajo që e bën këtë shkollë të veçantë është programi i saj i përzgjedhur mirë dhe në sinkron të plotë me politikat e Gjelbërta që vendi ynë duhet i përndjek. Vëmendje të posaçme i kemi kushtuar ligjëruesve, duke angazhuar ekspertët më të mirë që kemi. Kjo gjenerat për herë të parë do të ketë edhe ligjërues mysafir, përfaqësues të qeverisë dhe jo vetëm, për të njoftuar pjesëmarrësit e shkollës se si qëndron vendi ynë sot, karshi obligimeve ndërkombëtare në përmbushje të agjendës së Gjelbërt. Pra, shkolla fillon dhe përfundon me punëtoritë të organizuara në Durrës, ku pjesëmarrësit do të debatojnë për temat më të nxehta mjedisore të Kosovës. Përveç kësaj, gjatë shkollës do të organizohet një tryezë rajonale mjedisore, ku do të ftojmë ekspert nga rajone për të diskutuar se ku qëndron sot rajoni në përmbushje të obligimeve dhe agjendës së Gjelbërt që dalin nga marrëveshja e Sofjes. Por mua si pjesëmarrës në gjeneratën e parë të shkollës së Gjelbërt gjatë vitit 2022, më duhet të theksoj në aspekt të rëndësishëm dhe një vlerë të madhe që na e solli shkolla e Gjelbërt. Pavarësisht që ishte një grup heterogjen, ndikimi pozitiv i ndërveprimit të pjesëmarrësve në këtë gjenerat i bëri ata shumë të lidhur me njëri tjetrin. Gjatë ligjëratave të rregullta javore, përveç agjendës formale, kishim kohë edhe për socializim dhe rrjedhim ku diskutonin tema të ndryshme me interes për grupin. Edhe sot kur po flasim, pjesëmarrësit nga gjenerata e parë mbajnë kontakte të vazhdueshme me njëri tjetrin dhe sinergjia e krijuar në grup është reflektuar në bashkëpunime të ndryshme mes pjesëmarrësve. Në fund më lejoni të shpalos një pjesë të fushave që mbërthen programi i shkollës. Së pari do të fillohet me agjendën e Gjelbër evropiane, e cila nëpërmes të ligjëratave do të pasohet me zbërthimin e saj në nivel rajonal dhe përfundimisht në nivel të vendit. Fusha e dytë do të mbuloj gjendjen e përgjithshme të mjedisit, pasurive ujore, cilësinë e ajrit në Kosovë dhe në këtë blok të ligjëratave do të diskutojmë edhe për pikat më të nxehta të ndotjes në vendin tonë. Meqense se vijuesit janë nga profile të ndryshme, shkolla në programin e saj ka edhe tema interesante për media dhe shoqërinë civile që lidhen me avokem për problemet më të rrëshquara. Po ashtu për pjesën më akademike të pjesëmarrësve, do të kemi disa ligjërata për zhvillimin e qëndrueshëm të parë nga përvoja e Institutit Reinvest. Dhe një pjesë rëndësishme do të atribuohet bizneseve të Gjelbra e sidomos ekonomisë qarkore. Ne tashmë jemi në bazën e të dhënave të qendrës Green Action Space. Marrim pjesë aktive në debatat e rregullta të organizuara, si dhe vazhdojmë të jemi pjesë e programeve të saj. Jo rastësisht jam unë sot i ftuar të flas për shkollën, por po ashtu të gjithë vijuesit ftohen në eventet që Instituti Reinvest organizon me këtë temë.